të Këshillit Bashkiak të muajit tetor, data 22. Kryetari i Bashkisë, pjesëmarrja është e konsiderueshme, e deklaroj të hapur, bëjmë apelin. Edhe me formë elektronike, por edhe me emra. Patjetër. Ka i faqe tjetër ai. Atëherë po bëj prezencën. Ermira Urupi, Bukurosh Stafa, Imelda Sejdini, Hektor Çiftja, Jana Zeqiri, Altin Gjordumi, Eva Bica, Lutfi Lala, Luiza Popja, Fatmir Vodollari, Kejsi Cekani, Ilirian Sadiku, Angela Ziu, Daniela Sula, Arbi Fetah, Eligerta Bardhi, Jemin Tata, Esmeralda Mallosi, Shefqet Bullari, Lediana Pisha, Afrim Qosja, Briseida Gjoza, Arbër Haxhiu, Enrieta Ferra, Shpëtim Lapushi, Zana Rapa, Recep Kaçuli, Areta Kumria, Rudina Mita, Andi Shtylla, Doris Malli, Ergys Muzhaqi, Moza Trimi, Dritan Çepa, Valbona Balliu, Artan Kana, Armanda Murati, Armonela Marku, Eugeni Saj, Aurora Domi, Naim Meta, Majlinda Kaçuli, Zamir Muzhaqi, Bianca Çopja, Altin Meqja, Ymer Balliu, Erion Murataj, Eristina Shushku, Indrit Abdiaj, Lumturi Hasa. 35, mungojnë 7 letra. Si është pse? Atëherë me sallën 38 veta, e shnojmë vazhdimisht. E deklarojmë mbledhjen të hapur. Kalojmë tek miratimi i rendit ditës. Kush është pro? Hapet votimi. Mbyllet votimi. 37 pro, 0 abstenim, 1 kundër. Kalon rendi ditës. Zoti kryetar, kam një kërkesë. Në emër të Komisionit Financës, për efekte emergjente, dua të shtojmë një pikë të rendit ditës që është menaxhimi integruar i rasteve për punë kërkuesit të cënueshëm, duke u mbështetur rrugët e tyre nga ndihma sociale në punësim. Është një projekt i UNPD-s, i cili UNPD-s sipas programit Bashkimit Evropian, që është marrë përsipër dhe nga tjetër vizion dhe kërkohet me shumë emergjencë të miratohet. Është një projekt vendim që vjen ndihmë familje nevojë grave, vajzave. Po, dhe duhet të miratohet, që t'i hapin rrugë të aplikimit. Okej, atëherë, për qenë korrekt dhe me këshilltarët, çdo projekt vendim që sillet në mbledhjen e këshillit duhet të jetë 5 ditë përpara, por në raste konkrete, në emergjencë dhe në raste që vinë në ndihmë të mirëqendjes të njerëzve, me propozim të Komisionit Përkatës, neni 77 i rregullores pika 5 na lejon që ne ta hedhim në votim dhe ta shtojmë tek rendi i ditës. Pra, ky shtohet me përzëzbali i rendit ditës. Kush është pro para se që ta hedhim rendi ditës, pastaj do të kalojmë kur të vijë votimi do ta shpjegojmë një për një. Referimi. Kush është pro, hapet votimi? Ju lutem, kjo nuk është shkruajtur ke rrjetit dhe besoj që do na duhet votimi me dorë, me karton ose me dorë. Sekretarja? Numëroj ti. Okej. Kundra? 1. Abstenim? Fal. Abstenim? 1 kundra. Atëherë me një kundra, 1 abstenim.
Muzhaqi. Lutem. Po. Edhe zoti Murati, po, 2 kundra, 1 abstenim. Kalon tek dhe kjo pikë dhe futet tek rendititës. Kalojmë tek miratimi i përshësebalit të mbledhjes muajit shtator. Kush hapet votimi? Mbyllet votimi? Pro 34, abstenim 4, kundra 0. Kalon dhe pika 2. Kalon te pika 3, për dhënien e mandatit të anëtarit të Këshillit Bashkiak zotit Arber Haxhiu. Nga si? Prit pa direkt. Ja, Komisioni përkatës. Po, faleminderit zoti kryetar. I nderuar kryetar, të nderuar kolegë këshilltar, Komisioni i Mandateve shqyrtoi dokumentacionin për dhënien e mandatit zotit Arber Agron Haxhiu. Kjo vjen si rezultat i dorëheqjes së këshilltarit Luan Rama, i cili dha dorëheqjen me kërkesën e tij. Dhe pas deklarimit të mbarimit parakohe të mandatit të këshilltarit Luan Rama, Këshilli Bashkiak ka njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për krijimin e vakancës dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas kryerjes procedurave përkatëse ka marrë vendim numër 1396 datë 9/10/2025 për plotësimin e vakancës me kandidatin Arber Agron Haxhiu si kandidat i radhës nga lista shumë emërore e subjektit Partia Socialiste e Shqipërisë. Ky vendim i është përcjell Këshillit Bashkiak me shkresën përkatëse datë 11/10/2025 për vazhdimin e procedurave për dhënien e mandatit. Për sa më sipër, bazuar në ligjin për qeverisjen vendore, Komisioni i Mandateve i propozon Këshillit Bashkiak votimin për dhënien e mandatit zotit Arber Agron Haxhiu. Faleminderit. Hapet votimi? Mbyllet votimi? Pro 39, abstenim 1. Kalon. Zoti Arber, mund të shosh kam për të bërë formulën e betimit të anëtarit të Këshillit. Betohem në nderin tim se do të kryej me ndërgjegje detyrën e anëtarit të Këshillit Bashkiak dhe do të bindem kushtetutës dhe ligjeve. Betohem se në të gjithë veprimtarinë time do të udhëhiqem nga interesat e shtetësve të Bashkisë Elbasan dhe do të punoj me ndershmëri e përkushtim për zhvillimin dhe rritjen e miqëndjes së tyre. Faleminderit. Punë marrë bashkërisht. Kalojmë ke pika 4.1. Për dhënien e ndihmës ekonomike nga Fondi i Bashkisë për muajin shtator 2025. E njëjta gjë ndodh dhe me 4.1 mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga Fondi i Bashkisë për muajin kushtozuar për muajin shtator 2025. Do doshit ta relatoshit apo ta hedhim votim? Komisioni nuk ka pasur vërejtje, është pro këtij, u them ta hedhim votim. Për pikën 4? Hapet votimi? Mbyllet votimi? Atëre, 40 pro, abstenim 2. Kalojmë tek 4.1. Hapet votimi? Mbyllet votimi?
36 pro, abstenim 2. Kalon dhe pika 4.1. Kalojmë tek pika 5. Bidhenën e përdorim pa kundërshpërblim të ambiente me emërtim konvikti Ymertola, kati parë dhe kati dytë, dhe ambientit të ish rajonit numër 1, zona katastrale 8521, Akademisë së Futbollit Elbasan nga Bashkia Elbasan. Jo, zoti Murate, pa do ta reletoj zoti Shefqet. Po, kryetar. Ky projekt vendimi u ripa edhe një në Komisionin e Financës dhe përfaqësuesi i opozitës bëri 2 shtesa. Një pikë shnohet që të mos ndryshoj destinacioni i objektit nga Akademia e Futbollit Elbasan dhe e dyta të shoqërohet draft kontrata që do të lidhen midis palëve, e cila draft kontrata është në dosje dhe të dyja pikat që thanë kryetarja e Komisionit të opozitës u realizuan dhe unë mendoj që të votohet sepse është një domosdoshmëri që ekipi i futbollit ta ketë këtë godin për sportistët cilësor, për aktivitete kombëtare, ndërkombëtare, etj. etj. Okej. Po, zoti Murate? Zoti Lala, e para është pozitive që reflektoni ndonjëherë ndaj kërkesave, të cilat në pjesë më të madhe të rasteve janë logjike dhe ligjore. Por si jurist, kur shikoj këtë draft kontratën, më duket si draft kontratë e bërë sa për të thënë çojnë ana me lagojën. Sporti i çfarëdo lloj disipline në Elbasan ka nevojë për mbështetje. E pa dyshim që dhe për pjesën e AF-s, mbështetjes duhet mungoj. Mirë po, duke qenë se bashkia është edhe aksioner, tek AF-ja, natyrisht që rritet disa herë përgjegjësia. Dhe nuk e di a mjafton që në atë marrëveshjen që ka çdo, po themi, fsha, biznes me aksione në rastin konkret. A mjafton apo jo dhënia e servituteve si punë e kësajt, pa kundërshpërblim, duke mos realizuar në thelb dhe bërtham vetë detyrime kontraktore që ka një fsha. Për te AF-s në Elbasan sporti ndër vite është i vetmi profil që kemi që na ka bërë krenar disa herë. Po unë do të sjell tu rastin jo vetëm si kjo e AF-s që mungon mbështetja. Po ke dhe raste për shembull si të një djali që ka këtë off-road Elbasanin që sjell qindra mjete dhe nuk është financuar kurrë. Ka bërë aktivitete nga 5 milion lekë vjetra, duke impaktuar zona me nga 6 fshatra, nga Elbasani deri në Gjinar, nga Elbasani deri në Funar, dhe kanë marrë 0 mbështetje. Ndërkohë që i jepet AF-s nga Bashkia Elbasan si një aksionere në fsha, një objekt i cili në vetë të kjo kontrata, dhe pse pa dëmshpërblim, duhet kishe i referencë, me që po miratoni dhe këto kushtet e qerasëm të thash, duhet kishe referencë sa është kontributi real. Jeni aksioner, këtë s'duhet ta harroni. Dhe nuk mjafton të japësh një objekt AF-s, ndërkohë që AF-ja ankohet nga mëngjesi deri në darkë për mungesën e suportit nga Bashkia Elbasan. Dhe për sa kohë një nga aksionerët ose aksioneri mazhoritar i kësaj shaje ankohet, unë mendoj që përgjegjësia si përfituesi më i madh i rezultateve të AF-s, që është Bashkia Elbasan, duhet të jetë shumë herë më transparent dhe shumë herë më mbështetës. Unë gëzohem që reflektoni dhe bëni letra sa për të lagojën si puna kësaj draft kontratës dhe uroj rezultatet mira AF-s si një aset i cili na bën krenar, ndërkohë që duhet ishte Bashkia Elbasan ajo që t'i bënte krenar qytetarët e vet. Okej, me qenë se kjo është një pikë që ne diskutuam dhe mbledhjen e që kalovi,
Nuk e di, ka njëri tjetër? Po? Përshëndetje. Kjo çështja e sporteve është me të vërtetë një çështje shumë e mpret. Pse është e mpret? Sepse nga një anëve kemi sporte që kanë popularitet. Nga ana tjetër në Elbasan ne kemi disa sporte të cilët me të vërtetë kanë arritur suksese të rëndësishme, jo vetëm në nivel kombëtar, por në nivel ndërkombëtar. Dhe jam shumë dakord që ne ti trajtojmë madje në mënyrë posaçme çështjen e mbështetjes sporteve në bashkinë tonë. Normal që futbolli është më popullori, edhe sepse kolegu e sqaroi shumë mirë nga ana ligjore, jam për atë që duhet i trajtojmë më me vëmendje dhe në momenti që ka të bëjmë me çështje financiare, duhet jemi akoma më të vëmendshëm. Ne, kur them ne, domethënë si linjë zyrtare e Bashkisë Elbasan, dogjëm një klub. Ngritëm një tjetër, nuk duhet ta djegim edhe këtë tjetër. Ndërkohë kemi qenë neglizhent për disa evente të rëndësishme. Për shembull, na ka ikë një nga sportistët, le të themi më në zë dhe më premtuese sot, kampionja e Europës në peshngritje, na ka marrë Teuta. Nuk e kemi mbështet dot. Dhe tash po bëjmë procedurat, i japim pa lekë të këtyre, pastaj i japim me lekë të atyre. Unë mendoj që duhet i trajtojmë shumë me më tepër vëmendje, shumë me më tepër përkushtim dhe me resurse konkrete. Dhe resurset nuk mund të bëhen duke dhënë ambiente pa lekë. Gjithë klubet që vinë paguajnë, sportistët paguajnë, pse mos paguajnë ato që do vinë këne. Kështu që unë jam parimisht dhe teknikisht kundër kësaj pike që ne të vazhdojmë të japim asetet sa natyrës, nuk është kjo mbështetja. Sot sporti është biznes. Biznesi do lek, edhe ne duhet ta perceptojmë si tillë. Mbështetja nuk është thjesht t'u dhënë ca ambiente pa lek dhe pastaj nuk e dim se ç'a bëjnë ato me ato ambiente. Po shpjegoj votën time kundër edhe qëndrimin tim që duhet jemi shumë më të vëmendshëm në mbështetjen e sportistëve tonë. Nuk ja fal dot bashkisë që na ka ikë sportistja e peshngritja. Na ka marrë Teuta. Faleminderit. Kishte një tjetër? Atëherë, hapet votimi? Mbyllet votimi? Pro 34, abstenim 5, kundra 3. Kalon dhe kjo pikë. Vazhdojmë me pikën 6. Mbi shfuqizimin e vendimit numër 79/37/2024 dhe kalimin në varësi të administrimit të ambienteve të stadiumit Elbasan Arena, Agjencisë së Shërbimit Publik Rural, struktura varëse e Bashkisë Elbasan. Ke ishe një pikë që ne diskutuam në parë dhe e lam. Po, zoti kryetar. Kjo pikë u referuar edhe në mbledhjen e kaluar dhe nuk e di pse mbeti. Për mendimin e bashkisë, domethënë është e domosdoshme që Agjencia e Shërbimeve Publike Rurale disponon logjistikë të mjaftueshme, mjete, fuqi punëtore që është e gatshme ta mirëmbajë stadiumin ato parametra që kërkon Federata e Futbollit dhe nuk e di pse s'ka asnjë të keqe këtu. Për të thënë jo fshati, jo qyteti, kjo ka kapacitet e duhur për ta mirëmbajtur këtë stadium dhe është e nevojshme të bëhet ky transferim. Okej, fjala për kryetarin. Në fakt, edhe terrenet sportive që kemi të sportit të vjetër, për shkak të numrit, ne këtu nuk po rrisim, po marrim një aset pa rritur numrin e punëtorëve. Dhe duke qenë se ndërmarrja publike e qytetit në fakt ka një numër më të kufizuar se sa ndërmarrja publike e zonave rurale, ajo ka më shumë edhe mjete, edhe kapacitete njerëzore, edhe pjesën e agronomëve të cilët merren me bujqësinë, është patjetër më e domosdoshme dhe më efikase që edhe terrenet sportive, ashtu siç i kemi tek sporti vjetër, por që kanë kaluar dhe po mirëmbahen nga ASHPR-ja, edhe stadiumi i Elbasanit të vazhdojë të mirëmbahet nga deri tani nga ASHPR-ja. Deri tani në fakt e kishte mirëmbajtur ekipi i futbollit Elbasani dhe ne në paketë fiskale e kemi të rregulluar sistemin e funksionimit të stadiumit vet, për ato që vinë loz nga jashtë apo për ekipin tonë i cili loz pa pagesë. Është vetëm pjesa e mirëmbajtjes dhe duke qenë se nuk mund të rrisim dot dhe nuk rriten numrat për të mirëmbajtur terrenet sportive, patjetër do i mirëmbajmë me agjencinë tonë të ndërmarrjes së punëve publike. Faleminderit. Faleminderit. Po zoti Mrataj. Në fakt,
Unë nuk e di sa i shërben kjo parullës ta bëjmë fshatin si qyteti, po unë mendoj që ASHPR-ja ka mjaftueshëm barë mbi kurrizë për sa i përket problematikës shumë të madhe që kanë zonat rurale të Elbasanit. E përpara se ASHPR-ja të merret me fushën e sportit, e përpara se ASHPR-ja të kujdeset për tapet bari, unë mendoj që duhen shtruar rrugët e fshatrave, sepse kemi dimrin parë dhe fëmijët duhet të shkojnë në shkollë dhe mësuesit duhet të shkojnë të japin mësim nëpër shkolla. E me që i hoqëm një 3 milion lekë barë mujore AFS me konviktin, nuk besoj se ishte një problem i madh që ta mirëmbante atë fushën vetë, duke dhe i dhënë qoftë edhe në ishpërblim dhe dalin prapë tek ajo mbështetja që bashkia duhet t'i japë sportit. Po që ta çosh ASHPR-n, ndërkohë që ka fshatra që nuk aksesohen dot me rrugë dhe duhet shkohet me kafsh, që të mbjelli tapet bari, vetëm tu të Juve ndodh. Ironi fati më të madhe se kjo, ku fëmijët e shikojnë futbollin nga televizori dhe s'kan terrene, s'kan as rrugë për të shkuar në shkollë, dhe të kuridesesh që në vend të bësh rrugat tyre të mbjellësh tapet bari, ju qofshi. Po. Ka qenë ky këshill bashkiak që ka kaluar të gjithë pjesën e punëtorisë, nga ndërmarrja për terrenet sportive, nga ndërmarrja nga ku ka qenë në fakt tek Agjencia e Sporteve, kemi kaluar tek Agjencia e Shërbimeve Publike Rurale, që në vitin që kaloi, dhe është po e njëjta strukturë që merret dhe do merret po me të njëjtën gjë. Pra struktura që merret tek sporti i vjetër sot, do të merret edhe me stadiume dhe s'kan. Po ta lexosh edhe materialin në shumë e qartë kjo gjë që janë kapacitetet njerëzore që janë tek sporti i vjetër, të cilët do të merren edhe ato me mirëmbajtjen e stadiumit dhe nuk ka lidhje fare pjesa brigadat apo funksionimi i brendshëm i ndërmarrjes së punëve publike rurale. Ndërmarrja e punëve publike rurale është e ndarë në 2 drejtori, drejtoria e shkumbinit sipër dhe shkumbinit poshtë, që quajmë ne, dhe kjo është një sektor i cili merret me këtë pjesë, me terrenet sportive të sportit të vjetër ose shefqet lamçës, siç e quajmë zyrtarisht, dhe po të njëjta strukturë do merret edhe me stadiumin. Faleminderit, kryetar. Faleminderit juve. Kishte një tjetër? Atëherë hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro 31, abstenim 7, kundra 3. Kalojmë ke pika 7. Mbi dhënien e përdorim, rinovim kontrate të ambienteve të ish zërës shërbimit kombëtar të punësimit, zona katastrale 85-21, Partisë Socialiste Dega Elbasan nga Bashkia Elbasan. Besoj ka nevojë për të relatuar për gjë? Okej. Hapet votimi? Mbyllet votimi? Pro 33, abstenim 3, kundra 3. Kalojmë tek pika 8, përmiratimin e vlerës së qeras mesatare të bonus në tregun e lirë dhe vlera maksimale në subvencionit të qeras për vitin 2026. Kjo do relatu? Okej. Ka në i pyetje një gjë? Po? Do të relatu, thash po pyes për ne. U ta relatoj. Atëherë, ky projekt vendim bazohet në ligjin 139/2015 për veçërisjen vendore dhe në ligjin 22/2018 për strahimin social dhe VGM përkatëse numër 362/2019.
me qëllim që të krijohen mundësia për sërin të përshtatshëm e të përballueshëm për familje që ka nevojë për sërin, të cilat me të ardhurën e tyre nuk e përballojnë pagesën e qeras, në tregun e lirë duhet që me vendim të Këshillit Bashkiak të miratohet vlera maksimale e subvencionit. Grupi i punës i bashkisë ka testuar tregun dhe nga informacionet e marra nga agjencitë imobiliare kanë dhënë informacionin e për çmimet e referencës dhe konkludojnë që qerat mesatare të apartamenteve për efekt subvencionimi do të jenë garsonere 10.000 lekë në muaj, apartament 1+1 10.000 lekë në muaj, 2+1 12 dhe 3+1 15.000 lekë në muaj. Pra, kërkohet miratimi në Këshill për këto grup njerëzish që kanë të nevojshme të përballojnë qeranë e banesës nga ana e shtetit. Okej. Ka një pyetje, një diskutim? Po, zoti Artan. Junes, po, ngjohem. Me që e kam ngritur shumë herë shqetësimin për mbështetjen e shtresave në nevojë dhe qëndrimi im është që duam mbështetur të gjithë, pa përjashtim dhe pa vendosur shtesa specifike për grupet të caktuara, që unë i qëndroj këtij mendimi dhe do të jem konstant te ky mendim. Dhe kisha një pyetje për kryetarin që nga eksperienca që kemi, paktën unë kam 2 vjet që e kalojmë të në Këshill dhe realisht sa familje kanë përfituar dhe sa familje janë skualifikuar dhe për çfarë motivesh janë skualifikuar. Në mënyrë që të kuptojmë që me këtë mbështetje që jep bashkia, sa përfitojnë realisht qytetarët, sepse neve vetëm letra shohim këtu, nuk është se realisht se çfarë ndodh në terren i marrim vesh të gjitha. Kështu që nëse ka ndonjë, sepse edhe ke materiale që na ka ardhur, thjesht vinë si numra, me fjalë atë siç tha kolegu zoti Bullari që me çmimet e referencës së tregut në agjencitë imobiliare kuptojmë që se sa mundet dhe duhet të jetë mbështetja financiare që e bashkia. Por unë kam tek problemin tek dokumentacioni. A kemi hasur probleme në këto vite për mos plotësim dokumentacioni për shkak të kritereve shumë kërkuese të bashkisë dhe ndoshta mundet që këtë vit ajo ndoshta nuk mund bëhet gjë më, po që në mënyrë që në vitet e tjera t'ju lehtësojmë familjeve të cilat janë nevojtare për të marrë këtë mbështetje. Dhe nëse ka diçka që mund bëjmë për lehtësimin e kritereve, atëherë si Këshill të mblidhemi dhe të ndryshojmë ato çfarë mund ndryshojmë ose të çojmë një kërkesë në qeveri që të ndryshojmë kriteret ligjore, sepse ndoshta mund na digjen fonde. Këtë do e dim, na janë ndjekur fonde në vitin e kaluar për mbështetjen e këtyre apo e morën të gjithë familjet të cilat aplikuan dhe ishte diçka që nuk pati problematik për sa i përket plotësimit të dokumentacionit. Faleminderit. Faleminderit zoti kryetar, në fakt faleminderit që më dhat edhe mundësinë të bëj një apelim për të gjithë qytetarët, sepse është data 3 nëntor, dita e fundit e aplikimeve për bonusin e qeras. E kemi thënë që në momentin që u hap, kemi që në këtë mbledhje të Këshillit Bashkiak, kur u hap skema e bonusit të qeras, është një nga skemat e cila i vjen në ndihmë familjeve në nevojë, grave të dhunuara, familjeve të cilat grave të divorcuara apo atyre që janë në vështirësi ekonomike apo edhe shtresave të ndryshme vulnerabël, por edhe familjeve të cilat i është për një arsye apo një tjetër i është prishur banesa e tyre e cila mund të ketë qenë pa legalizuar dhe ka ngelur pa mundësi akomodimi në një banesë të vetën, pra të banesë private. Dua t'i bëj apel gjithë familjeve, të gjithë atyre të cilët duan të përfitojnë nga kjo skemë, të aplikojnë deri në datë 3 nëntor është e hapur dhe është një moment i mirë që i vjen në ndihmë familjeve që janë në nevojë. Qerat, ashtu siç po e miratoni dhe ju, janë me ato me vlerë tregu, pra është mesatarja e vlerës së tregut. Më lejoni që ta lexoj në fakt projekt vendimin. Për garsonjere është 100.000 lekë të vjetra ose 10.000 lekë në muaj, për apartament 1+1 10.000 lekë në muaj ose 100.000 lekë të vjetra, për apartamente 2+1 është 120.000 lekë ose 12.000 lekë, për apartamente 3+1 është 15.000 lekë ose 150.000 lekë të vjetra.
këto janë çmimet e cilat po miratoni sot për çmimin mesatar të tregut që rimbursohen familjet ose që mbështeten familjet në nevojë për bonusin e qeras. Vitin e kaluar deri tani kemi gati 200 aplikime dhe 200 dosje të cilat po bëhen gati dhe bashkë me plotësimin e dokumentacioneve që janë në vazhdimsi të familjeve të cilat janë në nevojë dhe kanë aplikuar në këtë skem. Ndërkohë vitin që kaloi, ashtu siç besoj të gjithë e keni informacionin zoti Kana se e keni miratuar në Këshill Bashkiak vet, edhe vjet keni qenë këtu prezent kur i keni miratuar, janë miratuar 309 familje, të cilat janë kualifikuar për plotësimin e dokumentacionit. Dokumentacioni është i qartë, kërkesat ligjore janë të qarta, familjet të cilat janë në nevojë nuk kanë një banesë të tyre, kanë vështirësi ekonomike për të përballuar një qera në tregun e lirë dhe nuk i kanë ato të ardhur apo janë me shumë fëmijë apo janë në skemat tona të tjera sociale, ashtu siç mund të futen gratë e dhunuara, ato që të cilat janë në urdhër mbrojtje, janë njësër kategorish apo shtresat të nevojë të ndryshme, janë të gjitha të lutura që të aplikojnë dhe në pjesën më të madhe të rasteve, për mos thënë vit pas vit janë miratuar të gjitha ato që kanë aplikuar. Do i lutesha shumë gjithë qytetarëve të cilët kanë interes të aplikojnë edhe këtë vit, pasi skema ka volum, janë gati 315 kuota të lira, në mos gaboj, dhe vitin që kaloi kemi pasur 309 aplikime, ka pasur mundësi prap që të futen, kemi bërë ashtu siç edhe ju e dini, edhe nga bashkia për raste të ndryshme specifike, kemi pasur një mbështetje në vazhdimsi gjatë vitit, do të vazhdojmë edhe këtë vit. Ajo që është e rëndësishme është që ne sot të miratojmë këtë vlerë tregu në mënyrë që të merret si çmim reference. Kur mbyllen aplikimet, miratohet edhe përfituesit sipas kritereve ligjore të tyre dhe dokumentacionit përkatës që sjellin në Bashkinë e Elbasanit dhe merren në shqyrtim, të kemi edhe vlerën e përcaktuar të mbështetjes financiare. Faleminderit. Faleminderit. Tjetër, po. Në vazhdim në replikës që për sa i përket asaj të sqarimit kemi bërë edhe vjetë këtë diskutime dhe biles mbaj mend që u propozua që dhe të lehtësoheshin sepse ishin më shumë para që i ofroheshin dhe aplikantët ishin më pak, edhe u diskutu mbaj mend që t'ia lehtësoheshim kriteret edhe po dhe që në mënyrë që mos ndiqesh fondi, por të shfrytëzoj dhe kjo vetë se i bën nder bashkisë dhe çdo kujt prej nesh, sepse mbështetja e njerëzve të pamundur, qëllimi i bashkisë dhe i qeverisë, sepse pikërisht qeveria dhe bashkia janë ata të cilët janë vendimarrës dhe bëjnë ligjet dhe ligjet përgjithsisht në frymën e tyre këta kanë për qëllim të mbështesin të pamundurin, se i fortit nuk ka shumë nevojë për mbështetje, po të dobtit kanë nevojën më imediate dhe urgjente për mbështetje ligjërisht dhe proceduralisht. Për një do të këshilloja dhe ose do të sugjeroja diçka tjetër që në faqen tuaj të Bashkisë Elbasanit të jeni pak më aktiv në këtë çështje që të informoni qytetarët për afatet, për kriteret, në mënyrë që ata të cilët kanë qenë pa informuar dhe nuk përfituan dot, vitin tjetër të jenë më të vëmendshëm dhe ata të cilët kanë afatin deri në 3 të shpejtojnë dhe t'i bëjnë dhe i bëjnë thirrje të gjithë qytetarëve që të aplikojnë dhe bashkia të jetë më aktive me pjesën e faqes sociale për këtë çështje. Mos Fal. Dakord. Edhe unë me ty jam plotësisht dakord, po vetëm pa u shkel ligjet. Ka një gjë tjetër? Atëherë hapet votimi. Mbyllë votimi. Pro 40, abstenim 0, kundra 1. Faleminderit për këtë pikë. Kalojmë tek pika 9. Për miratimin e përdorimit të një pjese të fondit të emergjencave civile dhe kalimi i tij në Agjencinë e Shërbimit Publik Rural. Zoti Çimi. Po. Bashkia Elbasan ka lidhur një marrëveshje me repartin 4040 të Ministrisë së Mbrojtjes që të kryejë operacione gjenjere për 3 urat Tibeli në Bashkinë Elbasan, nga të cilat 2 janë në fshatin Papër Sollak
njësia administrative Papër, dhe njëra është në polis, njësia administrative Shushicë. Në bazë të marrëveshjes është ngarkuar ASHPR-ja, njësia shërbime publike rurale, për ta kryer këto, për ta ndjekur këtë marrëveshje, por në planin e vitit 2025 nuk është parashikuar buxhet për këtë agjenci. Prandaj kërkohet me domosdo që të shtohet financiarisht buxheti në Agjencinë e Shërbimeve Publike Rurale, që të zbatohet projekti dhe urat janë tepër të domosdoshme, që të shërbejnë për kalimin e këmbësorëve, fëmijëve në shkolla, banorëve, prodhime bujqësore, blegtorale e tjerë. Pra është një domosdoshmëri kalimi i këtij fondi sepse urat janë bërë nga bashkia, kam të urave dhe kam vetëm mbulesa e cila do të kryhet nga ky repart ushtarak. Investimi pra thash është tepër emergjent, është parashikuar këto zëra shtesësh, lëndë drusore 576.000, vida 217.800, naft 178.000, vajre lubrifikant 52.800 dhe dieta për 26 specialist për 22 ditë 1.100.000. Çmimet janë referuar çmimeve që ka botuar Instati, studimi i tregut, çmimi i kontratave të mbarshme të karburantit që kemi ne si bashki, ndërsa për dietat është vendimi i qeverisë 997 për punonjësit që dërgohen me shërbim jashtë shtetit dhe dietat përkatëse. Pra janë të argumentuara të gjitha së bashku dhe bëjnë 2.324.600 lekë, të cilët do t'i shtohen, i paksohet fondi emergjencës civile dhe shtohet fondi tek Agjencia e Shërbimeve Publike Rurale. Janë investimet domosdoshme, të cilët përfitojnë komunitetet që e kanë patur pathuajse ëndër të kishin këto ura, në sheku ka kaluar në ujë. Besoj që është domosdoshme ky miratim fondi për t'i ardhur në ndihmë banorëve të këtyre fshatrave. Ka pyetje? Si? Që pyetje është kjo? Okej. Hapet votimi? Po para 2 muajt, letesh, para 2 muajt bëjmë labinotën, e harrove ti. Hapet votimi. Mbyllet votimi? Pro 36, abstenim 4, kundra 1. Kalojmë tek pika 10, për një shtesë në vendimit Këshillit Bashkiak numër 16 i stenanti i parë 2025, për miratimin e normave dhe kritereve për disiplinimin e shpenzimit për mjetet motorike të administratës ASHPR. Meqense se ne si Këshill në fund të vitit të 2024 kemi miratuar normativat për çdo administrator 50 litra në muaj karburant, meqense se 8 administrator janë zëvendësuar të njësive administrative dhe kanë ndryshuar dhe lloji i mjetit dhe targat e mjeteve, është domosdoshme të miratohet në Këshill, po kjo normë karburanti për secilin administrator, që cilët e kanë të nevojshme për lëvizjen e mjeteve brenda territorit të njësisë, për kontrollin e territorit, për kontrollin e shërbimeve publike, pra bëjnë goxha lëvizje dhe është e domosdoshme që t'i caktojmë këtë normë karburanti. Pra bëhet vetëm për efektin ndryshimit të llojit të mjetit dhe targave përkatëse. Po, zoti Mark. Për fat mirë, ose për fat keq, se varet si interpretojmë të. Kryetari i komisionit na sqaroi që kanë vetëm 50 litra. Mirë po, në procedurën bashklidhur, që me sa duket janë kujdesur ta bëjnë këtë rast, kemi disa procedurë për disa mjete me targa që s'ka rëndësi kujt janë. Nga 3 përfaqësues, ku procedurbalin pamjet parë duket shumë korrekt, vetëm se bjen sy që bëjnë dhe normativën e këtyre mjeteve. Gjë që kanë përshtypje që përveç 50 litrëshit, kur kanë po themi punë që duhet bëjnë dhe duhet lëvizin, përdoret për t'i subvencionuar këto administratorë. E në fakt dhe në kërkesën që të kanë bërë
te grupi Këshillit Bashkiak për një raportim nga institucionet i bashkisë për çështjen e naftës, se kanë bërë kot. Por fatmirësisht unë i besoj kryeministrit të vendit, sidomos kur e ka seriozisht pjesën e inteligjencës artificiale. Dhe sot, bazuar në dëshirën që kam për t'i besuar kryeministrit të vendit tim, ju referova diellës dhe ChatGPT-s. Për 2 mjete që ju këtu i keni bërë normizim, po të themi, keni bërë normimin e karburantit sa konsumon, dhe model që një Ford Focus harxhoka 0.6 deri 1 litër karburant në orë. Dhe në kilometra, sikur të jetë bërë gabim kjo këtu, ishte 5 litra për 100 kilometra. Vazhdojmë me një mjet tjetër që ishte Porsche Cayenne. Unë nuk e di se si mund të normohet një mjet që kushton 30.000 euro e një administratori që merr 70-80.000 lekë të reja, pag, dhe një Ford Focus konsumoka 8 litra në orë, një Ford Cayenne me motor shumë më të madh kubature, harxhoka 10. Diella dhe ChatGPT-ja rrëzojnë pjesën e atyre që kanë bërë këtë raportin tuaj. Këtu ke ChatGPT-n, këtu më tan ke diellën që ka bërë blerje karburanti dhe normim për mjetet ngjashme. Çfarë konkluzioni ke? Ja po do të jap konkluzionin. E para, ose me temën që ne po po pra diskutojmë. me temën, Po. ose normimin, Kjo nuk ka të me ose normimi që bëhet është rënë dakord me i vendim këshillit të gjithë nga normimi 50 që bëhet litra. këtu bëhet për të abuzuar me karburantin, Edhe herë. për dietat që marrin të administrator. Administratorët e njësive kanë nga 50 litra. Ky është me vendim këshilli. Po normimi pse e ke rastin bërë? konkret kjo ka Atëherë, ardhur për pyetja ime arsye është- se janë ndryshuar. Pyetja ime është pse është bërë normim? Po. Me që kanë vetëm 50 litra. Normimi pse është bërë? Nuk marr. Për atëherë në rast se ti do justifikosh litrat, në rast se justifikojmë litrat, atëherë në rast se justifikojmë litrat, sekond. duhet marrin gjithë në mënyrë barabartë. Okej, një sekond. Dakord, atëherë specialisti. Si fillim të falenderoj për këtë gabim që është bërë, është një lapsus mes orëve dhe kilometra për 100 kilometra, është një lapsus. E para, në ndjes, është faji im. Pjesa e normimit, 50 litra janë caktuar nga këshilli që me vendim, që do me thënë neve në si do që t'jetë normativa aty, ta do them dhe këte, ne s'kemi, nuk ka vend për abuzim, se janë caktu 50 litra. Atëherë, ajo normimi bëhet sepse X kryetari njësie lëvizjet ku si do ta justifikoj ku e harxhoi këtë karburant. Dhe kjo është problemi pastaj që ai nuk do japim thjesht 50 litra karburant dhe mbaroj këtu, apo ai do caktoj ca detyra që ka bërë ca detyra funksionale që do justifikoj këtë naftë. Atëherë si po vetëm 50 litra. Por të justifikoj kilometrat më burr ku ka qenë për këtë naftë që ka harxhu? Detyrat. Ë? Po 50 litra është vendos nga këshilli, e kupton, për çdo njeri. Po të justifikoj kilometrat më burr. Atëherë si do justifikoj atë pjesa tjetër të kthej unë përgjigje. Jo, problemi është këtu. Një njeri që do harxhoj këto 50 litra, ta mbarojmë dhe të lutem, kam shumë respekt dhe opozitarizmi është fantastik për shembull në të mirë qytetarëve. Çështja është, më thujti mu si do të thotë ky burri që unë isha në Godolesh dhe harxhova 50 litra karburant? Po jo, po nuk shkon. Do justifikoj detyrat që ka bën terren, e parë. E dyta, dalim, falenderoj. Dalim nga tjetra, te diella. Nëse pyetët e diellën që për këtë karburantin ato janë normative që dalin nga fabrika. Po dalin nga fabrika pra, se diella nuk bën karburant. Zoti Murataj, Të kthej unë përgjigje. e bëre diskutimin tat boll, edhe juve. Ade. Fjala për
Fjala për zotin Bukurosh. Ka ndodhur, Shka babaki. Po s'ka babaki. Po qa pyetje? Fjala për zotin Bukurosh. Falë. Tani, falë, është shumë mirë që këtyre administratorëve po i bët një nder i madh, domethënë se mu së duket fare i madh, që po marrin nga 50 litra, sepse deri tani s'ka pas marrë dhe të paktën ata 4-5 herë në muaj duhet vinë paraqiten në bashki, paktën minimumi, se bëjnë mbledhje me bashki. Përveç aktiviteteve tjera. Kështu që nuk duhet vendo në diskutim pse i marrin këto 50 litra. Po unë do të thoja që këta që janë pak më larg, si Labinoti Mal, që është një terren shumë i thyer, që 50 litra i harxhon vetëm një herë shkojnë Labinot Mal, shembull, nuk e di. Graceni, Funari, që pak të janë shumë malore, duhet i shtohet pak mbi 50 litra. Kupton? Jo, edhe unë atë mendoj, që e ka shpina atje, por në qoftë se vjen këtu, nga shtëpia atje, do kthehet prapë te shtëpia. A kupton? Sa ai do vinë bashki, do zgjidhë probleme në bashki. Kështu që problemi është që këto që janë në vende malore, se dhe brenda për brenda, ku e ka shpina ai, Labinot Mal, tikësh nga Labinoti, nga aty, atje, e kupton sa kush ka qenë, unë kam qenë e di sa harxhohet. Sepse nuk mund tikësh me veturë, po do ikësh me makinë të madhe që harxhon shumë. Ky është propozim, nuk e di tash. Faleminderit. Jam plot. Altini e kishe me mësu se disa marrin 20.000 lekë rrinë në Elbasan, atë ndër shtëpisë atje dhe e marrin mësues gjithë. Fjala për zotin Isaj. Hap. Kjo është qesharake, domethënë 5 litra administratorët është qesharake. Më mirë mos e kishit pru fare. Qofse ne do të debatojmë edhe për 5 litra karburant që marrin administratorët e Bradasheshit, Shirgjanit, pa shkollë. Edhe administrator burri botës që paktën të ketë 200 litra në muaj të vi për qerk. Ju a them me sinqeritet, ha? Është qesharake, më mirë mos e kishit pru fare. 5 litra. Qa 5 litra? Labinot Mal ai 5 litra në muaj. Ai do vi minimumi 6 herë në muaj këtu, qytet. Çe lidhje ka, pastaj fillojnë këto problemet e tjera. Mos i bie këto 5 litra, çu. Sa përqarur sot është sjellja ndryshuar administratorët, ne kemi miratojmë çdo vit në fillim të vitit, kur miratohet buxheti, miratohet edhe kjo normativ për administratorët. Ka disa vite që i është miratuar dhe vazhdon çdo muaj ato marrin për shërbimet që bëjnë brenda njësisë administrative, për problematikat që ka fshati, për problematikat që janë fshatra të tjerë edhe duhet dalin nga qendra e njësisë, mos konsumojnë ose për të qëndruar pranë edhe problemeve që ka njësia, të mos konsumojnë lekët e rrogës, sepse normale nuk ishte një mënyrë tjetër si ta bënte, brenda njësisë administrative, dhe nuk mund të quhet që është me shërbim brenda njësisë vetë administrative, apo nga njësia administrative për të ardhur në qytet, me bas kilometrave. Kështu që kemi vendosur para disa vitesh që të rimbursohet një 50 litrësh karburant në muaj. Është e vërtetë ajo që njësitë administrative të cilat janë larg, duke filluar sidomos zonave malore, Zavalina, Graceni, Funari, Gjinari, Labinoti Mal, janë të gjitha ato të cilat kanë problematika, Tregani edhe ndoshta sepse ka fshatra që janë deri afër Gramshit, kanë një konsum të lartë ato vetë dhe për të qenë sa më afër komunitetit, patjetër që kemi menduar këtë rimbursim. Mund të bëjmë një rishikim vitin tjetër, e kemi të miratuar këtë si zë në buxhetin e këtij viti, është thjesht ndryshimi i targave
për shkak të ndryshimit të administratorëve. Kjo është këtë herë, nuk është një çështje që do diskutojmë, do japim 50 apo do japim 200. Ta shohim, të bëjmë një normativ për vitin tjetër. Këtë herë është thjesht ndryshimi i targave. Pra, administratori i njësisë administrative në Funar ka qenë një person tjetër me një targ tjetër, tash është ndërruar administratori i njësisë Funar, ndryshohet edhe numri i targës dhe personi i cili emri i administratorit. Ndërsa vitin tjetër shohim mundësinë që këtyre që janë më larg ti bëjmë edhe një normativ më të madhe të shpenzimit të karburantit. Ky është qëllimi i këtij akti. Faleminderit, zoti Çiftja. Pa diskutime aprovoj këtë vendim, dëgjohem. Do doja që në buxhetin e ardhshëm logjika ime për këshilltarit vjetër e do që makinat që përdorin administratorët të jenë makinat të bashkisë dhe jo personale. Dhe mund të mbahet shënim për të futur në buxhetin e ardhshëm. Kaq kisha. Atë po edhe unë mendoj që u zgjatën pak më shumë nga çdo duhet të zgjateshim, e do ta pres shkurt. Është e vërtetë që administratorëve, sidomos sa më larg të jenë, aq më shumë nevojë i lind për karburant. Është e vërtetë që ne kemi marrë këto kuota, pra 50 litrat. Dhe si opozit, pastaj në mënyrë të veçantë na bie për detyrë që kur të shohim shpenzimet buxhetore në vitin tjetër apo programin buxhetor që do bëjë bashkia për vitin tjetër, të jemi shumë më të vëmendshëm se mashallah pas kemi administrator me Porsche Cayenne, me Audi Q7, ndryshim nga Sinani unë diskret që na pas ka ik me Toyota Yaris, do më thënë, duhet të më shtesim i qik më shumë të me Yaris, nëse duket që është më motosiklet. Hapet votimi? Hapet votimi? Mbyllet votimi? Pro 35, abstenim 2, 1 kundra. Kalojmë tek pika e fundit, po jo nga rëndësia, për miratimin e projektit menaxhimi i integruar i rasteve IKM për punëkërkuesit e cënueshëm, duke mbështetur rrugën e tyre nga ndihma sociale në punësim. Tash këtu, po. Për këtë pikën? Mundem? Unë dua të ringrej një shqetësim të përsëritur dhe këtë e kam me kryetarin e bashkisë për gjendjen e rrugëve në Elbasan. Në çfarë stadi është kontrata me non-kontraktorin e ndërmarrjes së ujësielljes kanalizimeve? A ka mbaruar si afat kontrate dhe nëse jo, kur mbaron? A ka një drejtori bashkia që monitoron gjendjen e rrugëve, sepse hapen në mënyrë të papërgjegjshme, të palajmëruar, të përsëritur, ndryshohen senset e rrugëve, bllokohen rrugët me sens unik. Gjendja në përkryqëzime specifike në Elbasan e rrugëve është katastrofale. Tash që ka filluar dhe shiu, në ditët që ka shi, në mëngjes kur prindët çojnë fëmijët në shkolla, është katastrofë. Ju kryetar besoj e dini mirë sepse dhe në zonën rreth shtëpisë tuaj, ditët e fundit sidomos është bë katrahur. Do doja që na informonit për gjendjen dhe përgjegjësinë që mban bashkia për rehabilitimin e këtyre rrugëve. Faleminderit. Ashtu siç e dini nderuar, ne kemi bërë një interpelancë me kompaninë dhe me ujësiellës kanalizimit, kompaninë zbatuese. Leja vazhdon i mbaron në dhjetor, pra në fillim të dhjetorit, nuk e mbaj më duket se në datë 10, diçka fillimi dhjetorit që dy javshin e parë të dhjetorit i mbaron dhe leja e ndërtimit. Pra ne kemi dhënë lejen e ndërtimit. Me atë jemi përgjegjës. Dhe leja e ndërtimit në bazë të planit të grafikut që ato kanë, pra që ka fituar edhe procedurat kompania, në bazë të atyre ecën me ujësiellësin. Supervizori është supervizori i nënkontraktuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Ujësielljes Kanalizimeve dhe nga KFV-ja gjermane, pra e ka një supervizor të huaj që i supervizon për afatet e punimeve dhe për cilësinë e punimeve. Dhe ndërkohë ndërmarrja jonë ose drejtoria jonë e shërbimeve në Bashkinë e Elbasanit
i monitoron vazhdimsi për dhe mban në kontroll të vazhdueshëm për pjesën e problematikave. Ka pasur problematika të vazhdueshme, kryesisht të lidhura me ripërsëritjen e një shqetësim që kam pasur dhe unë kam pas vazhdueshëm, me ripërsëritjen ose me rihapjen e të njëjtave nyje ku bëhet lidhja e vazhdueshme, ku bëhet lidhja e tubave kryesor. Janë shtruar paraprakisht tubat ose tek lagjet, për shembull aty tek ne, tek ambulanca, tek lagja jon, aty është bërë lidhja e të gjithë investimit që u bë për ujësjellës kanalizimin, pra bëhet lidhja. Do shikohet do mbahet në kontroll, pasi edhe ato vetë kanë sensor që i vendosen, kanë sisteme të ndryshme. Kanë filluar me një pjesë të rrugëve edhe aty ku kishin problematik që duhet i bënin me sond, sidomos tek rruga e vjetër, tek rruga që shkon për këtë kryqëzimit të Rrikut ose afër Markatës, edhe aty kanë vazhduar dhe po vazhdojnë me pjesën e sistemimit dhe asfaltimit. Kanë ngelur patjetër për pjesën e lidhjes, në shumë banesa kanë ngelur për lidhjen fundore, në shumë zona kanë ngelur akoma që të mbyllet i gjithë cikli. Nuk mund mbyllet një cikël, sipas ekspertëve, kanë qenë edhe mbledhjet e Këshillit Bashkiak, i gjithë cikli pa u mbyllur, pa u bërë lidhja kryesore, pra që të lidhet lidhja kryesore. Është akoma duke u punuar, është më mirë se çka qenë, për të thënë vërtetën, gjatë periudhës verës patëm një ngarkesë shumë të madhe pasi u punua paralelisht në shumë fronte. Tashmë gjendja po vjen duke u stabilizuar, nuk e di të ketë pas kërkesë, nuk kam një informacion, të paktën për sa i përket kërkesës për zgjatje të lejes ndërtimit, nuk kam një informacion që kanë kërkuar zgjatje të lejes ndërtimit. Edhe diçka të fundit për subjektet që marrin leje nga Bashkia e Elbasan, leje ndërtimi, që kanë dhe aksesin me lidhje në kanalizimin e ujërave të zeza. Dëmi që i shkaktohet rrugës është përgjegjësia e bashkisë për rehabilitim pasi klienti paguan taks. Taksa i kalon bashkisë apo ujësjellësit? Kur merr personi leje ndërtimi, paguan dhe një taksë infrastrukturore. Lejen e ndërtimit për lidhjen e ujësjellësit dhe kanalizimit të ujërave të zeza në pjesën më të madhe të rasteve kur janë që është ujësjellësi, i merr ujësjellësi. Pra ato kanë ato kontrakt. Dhe rehabilitimin e ka detyrim ujësjellësi. Atëherë unë thjesht do kërkojmë rritjen e monitorimit nga ana juaj të ndërmarrjes së ujësjellësit për rehabilitimin e këtyre lidhjeve. Se dhe këto janë shqetësim. Faleminderit. Atëherë, këtu është përfaqësuesja e Zoja. Përshëndetje, unë jam Diana Kasa, drejtore programesh pranë organizatës Tjetër Vizion. Në fakt dhe në dokumentacionin që është paraqitur nga stafi bashkisë në lidhje me projektin në fjalë dhe propozimin që ne kemi për bashkinë për punësimin e 20 rasteve nëpërmjet një bonus punësimi, cilët përfshihen në projekt, që është menaxhimi integruar i rasteve për punëkërkuesit në nevojë. Në fakt është një projekt, dua t'ju jap një informacion në lidhje me projektin, është një projekt i financuar nga BE-ja, i zbatuar nga PNUD-i dhe i realizuar në bashkëpunim me organizatën Tjetër Vizion në partneritet me Bashkinë e Elbasanit. Qëllimi është që nëpërmjet programit të nxitjes punësimit dhe i mbështetur në VKM 401, i cili në fakt nëpërmjet Drejtorisë Rajonale të Punësimit synon që organizatat që përfshihen dhe kanë programe të formimit profesional, të nxitjes punësimit dhe identifikimit të target grupeve në nevojë, ti nxisim dhe ti nxjerrim nga skema e ndihmës ekonomike nëpërmjet një punësimi të qëndrueshëm në tregun e punës. Ajo që synojmë brenda këtij projekti është 16 mujor. Projekti ka filluar në periudhën mars të 2025 deri në qershor të 2026. Synojmë që të identifikojmë dhe të trajnojmë dhe ndërkohë mbi 100 gra dhe vajza nëpërmjet skemës ndihmës ekonomike, janë target grupe në nevojë që dalin nga bashkëpunimi që kemi me bashkinë nëpërmjet identifikimit, cilat janë gra dhe vajza, skema e ndihmës ekonomike, gra dhe vajza të pa trajnuara, të pa edukuara, të pa arsimuara, nëna të vetme, viktima trafikimi, viktima dhune, vajza dhe gra me aftësi të kufizuar, pra i kemi ndarë në 5 grupime dhe me një total prej 100 grash dhe vajzash. Të gjitha marrin mbas ciklit këshillimit, që quhet cikël këshillimi për punësim, i cili është i mbështetur me një incentiv financiare, nuk u ndërpritet skema e ndihmës ekonomike, ndërkohë që e marrin këtë dhe është ndarë në 3 faza 6 mujore, ku përfshihen
35 deri në 40 gra për çdo fazë. Mbasi marrin këtë lloj trajnimi, ndërkohë orientohen edhe për formime profesionale. Një nga këto, duke qenë që kemi tagrin, të ofrojmë dhe kurse profesionale, është ofrimi i kursit për shërbim psikosocial dhe shëndetësor për moshën e tretë. Me Bashkinë e Elbasanit kemi synuar që të bëjmë dhe një kryqëzim tjetër, përveç se ti përgatisim këtë target për orientim dhe formim profesional dhe ti hedhim dhe në tregun e punës, për të ofruar dhe një shërbim tjetër që i quajmë shërbim lëvizjes për moshën e tretë, sidomos atë në nevojë, ku ne presim që të identifikohen 50 raste të moshës tretë, që t'jenë në nevojë ekstreme, ku nëpërmjet një shërbimi lëvizjes të këtyre rasteve që trajnohen nga televizioni, të kenë mundësi t'ju ofrojnë shërbim lëvizjes në familje këtyre rasteve. Ideja është që në përfundim të projektit kemi 50 raste të moshës tretë të ndihmuara nga këto 20 gra, të cilat ne kemi kërkuar bashkisë që të ndihmohen me bonus punësimi për këtë periudhë gjatë gjithë projektit. Sigurisht është projekt pilot dhe ne synojmë që nëse do jeti suksesshëm, më pas të kalojë në qëndrueshmëri nëpërmjet rishikimit edhe të buxhetit të 2026-s për ta parë si një program të veçantë dhe të dedikuar për moshën e tretë. Pra, ajo që ne i kërkojmë bashkisë është që nëpërmjet fuqizimit të këtyre 20 grave dhe vajzave që dalin nga skema e 100 që ne i trajnojmë, të kenë mundësi të punësohen nëpërmjet një bonus punësimi që bashkia mund ta japi dhe të mbulojnë asistencën ndaj 50 rasteve që po bashkia do të identifikojë për të mbështetur nga këto raste. Faleminderit. Po, faleminderit juve. Pyetje? Po. Normal që t'i ndihmojmë shtresat nevojë është detyrë parsorë e gjithë shoqërisë, edhe ju falenderoj për kontributin që ju jepni për shumë vite si shoqat. Normalisht që bashkia ka mekanizmat e saj të ndihmës, dhe në momentin që vjen një palë tretë, siç janë shoqatat dhe organizatat e ndryshme, kemi detyrimin që t'i mbështesim. Në momentin që po bën një kërkesë Këshillit Bashkiak, po kërkoni një fond nga bashkia prej 12 milion lekësh, dhe në projektin pilot, keni dhënë disa detaje se si do t'i përzgjidhni njerëzit apo çfarë nevojësh do përpiqeni të plotësoni me këtë, por ajo që i takon Këshillit Bashkiak të miratoj është ky fond dhe nuk keni dhënë asnjë lloj sqarimi se si do zbërthehet ky fond për personat. Pra, sa do shkojnë ke një lloj trajnimi, sa do shkojnë ke një lloj mbështetje tjetër, sa do shkojnë ke një lloj shpenzimi tjetër, nuk i keni bë bashkisë apo Këshillit Bashkiak asnjë lloj zbërthimi të kësaj natyre. Ne mund ta miratojmë, por pa ditë se ku po shkojnë lekët me detaje, siç e dëshiron dhe ligji, siç kemi detyrimin të qytetarëve tonë, i themi që i dham lekët për njerëzit nevojë, por duke na qenë qartë që shkuan kaq për këtë detyrë, kaq për këtë detyrë, kaq për këtë destinacion. Unë faleminderit shumë për pyetjen, unë mund të përgjigjem vetëm për faktin që në identifikimin që ne i bëjmë 20 rasteve, dhe rastet aktualisht ne kemi nxjerr kontingjentin e parë prej 15 rastesh, nga të cilat 7 pretendojmë që bashkia t'i punësoj, sepse normalisht jo të 15 e kanë vlerësimin ton që mundet ta ofrojnë një asistencë të tillë, dhe do jenë 7 në këtë fazë, pra në këtë 6 mujor të parë që ne e mbaruam, mars shtator, më pas një 7 që tjetër dhe në fund fare një 6 që, pra në përfundim të ciklit 16 muaj. Dhe ideja është që çdo muaj këto zonja, të cilat do ofrojnë një shërbim, pra një zonjë do t'i përgjigjet 3 rasteve të moshës tretë. Dhe do marri, për mua është një bonus shumë modest, 10.000 lekë të reja në muaj, ose 100.000 lekë të vjetra. Pra nuk quhet pagesë, quhet bonus. Këtë besoj se bashkia mund ta japi më shumë. Unë jam Pra, shikoj, jam shumë i qartë me këtë, se kam punuar dhe vetë me shoqërinë civile. Pra, thjesht po them që në detyrën e këshilltarit të Bashkisë Elbasan, më duhet të di, këto lekët do shkojnë kaq për subvencion këtu, kaq për trajnim aty, keni dhe trajnime sa kuptoj. Këtë kam unë për detyrë sot, misionin e keni në rregull, ndarjen e njerëzve për zgjedhjen e keni në rregull. Unë diku do i çoj këto lekët sa dhe pse.
s'ma keni dhënë në relacion. Ju a bashkia nuk e di tash kush. Ne si organizat në marrëveshjen që kemi realizuar me Bashkinë e Elbasanit, i kemi kërkuar në projekt që në fillimet e veta, para se projekti të dërgohet tek donatori, që të mbështeten 20 gra dhe vajza të cilat dalin nga kjo skemë nëpërmjet një bonusi të tillë që unë përmenda 10.000 lekë të reja, për e cili në total është 1.200.000 të reja ose 12 milion lekë të vjetra, që janë të dedikuar vetëm për bonus. Ndërsa pjesa incentivës që ato marrin gjatë kohës së trajnimit është tjetër gjë dhe i përket PNUD-it nëpërmjet mbështetjes që i jep gjatë kohës së trajnimit. Bashkia ka detyrimin në këtë në thonjza, në rast se juve e aprovoni, që të mbështes këto gra dhe vajza në punësim të pjesëshëm, nëse mund ta quajmë, nëpërmjet këtij bonusi. Pra, ky bonus është i dedikuar vetëm për pagesën për punësimin që ato do kenë. Asgjë më tepër. Nuk trajnimi është tjetër gjë që ato e kanë kaluar dhe e kanë marrë pjesën e incentivës. Përshëndetje, kisha dhe unë diçka për të shtuar. Për sa i përket këtij projekti që ashtu siç e relatuat, duket goxha mirë dhe më pëlqeu fakti që kur thatë që ne do t'i trajnojmë ato që t'i bëjmë të afta për në tregun e punës. Dhe në fakt ky do të jetë qëllimi i këtij bonusi që po na kërkoni që ta japim ne si bashki, ne ta miratojmë ne si këshill bashkiak. Ju sugjeroj që me atë trajnim që këto gra dhe ky target grup njerëzish të cilët ju i keni evidentuar dhe do t'i trajnoni, t'i bëni të qartë dhe t'i jepni atyre që mos e shikojnë të mbështetje sado qoftë 100.000 lekë, me sa njoha të vjetra, mos e shohin thjesht si një projekt apo diçka që thjesht po marrim disa para dhe me që po na jepet 100.000 lekë shkojmë atje, po ta shohin si një mundësi që ato me këtë pagesë, me fjalë që po i bëhet, me këtë mbështetje, se pagesë nuk mund ta quajmë, ato të bëhen të afta për në tregun e punës dhe nesër të jenë të vetë mjaftueshme që të dalin dhe të mos jenë barë më për shoqërinë. Sepse sa më shumë njerëz në nevojë të kemi në qytet, aq barë të madhe kemi pastaj për t'i paguar në ndihmë sociale dhe në shumë shërbime tjera që ofron bashkia dhe shteti. Me fjalë, ju përgëzoj për këtë nisëm dhe për këtë shoqat që keni, por qëllimi të jetë që kjo periudhë tranzitore të shërbej thjesht që ato të aftësohen. Dhe jo ta shohin thjesht se mentaliteti dihet që shumë njerëz e shikojnë si një mundësi për të kapë një pagesë dhe sa për të e bëjnë atë punën sa për të kaluar, sa për të marrë. Por që të trajnohen mirë dhe të dalin dhe të jenë të aftë në tregun e punës dhe mos jenë barë për shoqërinë. Faleminderit. Faleminderit. E të roqe? Jo, pyetje kam, sa për sqarim më tepër. Sa shoqë? Me që erdhi me urgjencë. E vetmja që më ran sy mua ishte që ishte projekt goxha i madh, domethënë 14.600.000 lekë të reja. Dhe kjo kërcet pa kur vjen me urgjencë. Por pa dyshim që s'ka ndonjë pikë pyetje që qëllimi është i mirë. Ju thatë që janë 20 vajza dhe gra në total për të punësuar. Dhe këto përfshihen ky projekti apo? Për këto 20 është ky projekti. Njëzet vajza dhe gra janë të dala nga kontingjenti 100 vajza dhe grave të cilat janë të trajnuara. Po, në këtë rast, sepse unë 20 i kërkoj bashkisë të më mbështes. Po. Që ta vazhdoj logjikën. Dhe me sa kuptova, ishte për një afat 16 mujor. Pra më pak se një vit e gjysmë. Dhe këto 20 gra dhe vajza do përfitonin 10.000 lekë të reja shpërblim mujor, si mbas fashave që do vinë, domethënë njëra pa 6 muaj, njëra 6 muaj, tjetra 4 muaj. Okej. Tani, unë parimisht jam pra, që t'jem i qartë dhe i sinqert. Por, ashtu siç tha dhe kolegu tjetër, duhet i pasqyrë që këto lekët, pavarësisht se bashkia ka pjesë fare të vogël, qa pasqyre financiare ka si projekt, domethënë, ku hyn bashkia, ku del të kjo pjesë. Në lidhje me total
Fjallë për Bukurosh, zoti Bukurosh. Okay. Atëherë desha ta falenderoj Vision Plusin për këtë iniciativë të mrekullueshme, me thënë drejtën, dhe jo vetëm Vision Plus, por gjithë organizatat jo qeveritare duhet punojnë në këtë drejtim. Shtresa më e përsekutuar është mosha e tretë. Qoftë nga pensionet, qoftë nga trajtimi që i bëhet. Ka shumë të moshës tretë që nuk kanë asnjë përkujdesje nga familja, sepse janë jashtë shtetit ose janë në punë, edhe është një shtres, me të thënë drejtën, që ka shumë më tepër nevojë se sa kjo që po bëhet me Vision Plus. 12 milion lekë që kërkohen është një gjë minimale dhe as nuk duhet ta vëmë diskutim për moshën e tretë. Lut Zotin, si më thënë, ose shpresoj që këto gra që do bëhen të afta të jenë në gjendje pastaj që të punojnë në shërbim të moshës së tretë me një pagë më të madhe, sepse ka familje që janë në gjendje fëmijët ta paguajnë, por nuk kanë njerëz të aftë, sepse edhe që ta mbash një cmurt moshës së tretë do një profesionalizëm jo të vogël, pavarësisht nga pagesa. Prandaj unë propozoj që ta votojmë dhe i uroj Vision Plusit që në këto iniciativa të jetë akoma më i fuqishëm. Marrë fondet të tjera në këtë drejtim, veçanërisht për moshën e tretë. Ju faleminderit. Faleminderit. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro 35, abstenim 2, kundër 0. Edhe herë faleminderit gjithëve dhe miru takofshim.